siç duket, Kosova po vazhdon drejt një sfide të re, që mas paku është prit në këtë fazë, po besoj që kemi më marrë me çështjet e tilla. Por nëse i kthehemi në retrospektiv të kalumës, jemi dëshmitar që ky si proces gjithmonë ka ndodhur, edhe e keqja është që aq shumë ka ndodhur dhe aq pak është diskutu dhe është normalizu, besa në disa raste si një dukuri që kur i dëgjon se ish deputet edhe ish persona me ndikim publik që një farfur me flasin, po kjo ka ndodhur gjithmonë, sikur me qenë diçka krejt normale. Tle me kuptu që për një me jemi si vend që ka përcimin në përhapa edhe në përkapitu e kemi tepër të rajshëm. E keqja ma e madhe është që ne kemi në kalumë njerëz të cilët edhe janë në zonë të vjellë, edhe nëse i shohim dënimet të cilat i kanë marrë, kanë qenë dënime minimale. Ama ka pasur dënime vlera monetare. Kemi rastin e vitit 2017 dhe 2019, i njëjti kandidat, që tash është nënkryetari i komunës Mitrovicës, është dënuar me 1500 euro të gjob, në 2017 dhe në 2019 është dënuar me një vit burgim me kusht për vjedhje të votës. Tash i kthehemi kësaj që në këtë vend është po edhe si një lloj burrnie dorë në zemër, me mujt me u përziq aty me vjedh, mja bë dikujt tani herë partisë tonë, se është po që dami mandej që bëhet edhe pasuja që kemi i pagu nuk janë ku me ditë se çka. Që ka thonë ai për 1 milion euro, me ditë që i marr veç një vjet burg, po i vjedhë pak pik problemi. Edhe këtu, për pak pasoja, kaq të vogla, për 1500 euro pasoja, se për një vjet burgim me kusht, po besoj që ka shumë njerëz të interesuar që me zipresin mu përfshin këtë skema. Edhe s'po merren me hiç. Një grup i deputetëve fatkeqësisht nuk është që kanë bën ndoshta ndaj farfushatë ku më ditë se sa të madhe, edhe gjithmonë i kanë target komisionert. Kjo nuk është hera parë. Në për komuna ku ka numër më të madh votuesve, siç është rasti i Prizrenit, normalisht që një numër i deputetëve që vijnë pra asojane për të pjesës e fushatës e kanë target edhe mundësinë që përmes komisionerve një numër të votave me kthy nga ana e tyre. Ama praktikisht ç'është bëhet që kjo ç'është bëhet praktikisht? Tash unë po mundona pak me shpjegu. Që me pas ma qartë edhe na. Me shumë komisioner, na për shumë komuna, edhe më ka interesu ç'është ka ecë procesi. Sipas rregullorës së numërimit të votave që është në kuadër të KQZ-s, është normale që nuk u zën kandidati i një subjekti politik as me numru, as me shënu votat fizikisht të partisë së vet. Duhet me bë këto, për shembull për votat e LDK-s, duhet me shënu kandidati i vetvendosis, se kështu me radhë, me unru kandidatët, po kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur kësaj. Nuk ka ndodhur në shumë komuna në bazë të informatave 100% sakta që i kam prej komisionerëve. Vërtetohet kjo lehtë besoj. Po kjo kam u vërtetu. Tash, një tavolinë e rinumrimit i ka 4 antar. Besoj mund regjia me nai nëse mundet regjia dhe fotografi që kemi. Një tavolinë i ka 4 antar. Në numrim apo? Po, jo numrim. Është po, çka kjo është? Jo, 4 antar, janë edhe një vazhdues. Janë çashtu. Janë 4 antar. Veç ta shohim çat foto. Çat fotografim, po. Prej këtyre 4 antarëve, prej këtyre 4 antarëve, në fotografin tjetër. Kështu është që për shembull në një rast masi ta shohim foton e parë, dalim të çka e dyta. Shqeni, është një kryesues, edhe janë 3 antarë tjerë, që do të thotë janë që kjo është procesi numërimit, jo i rinumrimit. Procesi numërimit votave. Dhe gjatë procesit të numërimit është një kryesues që i vendos dhonat në kompjuter. A pesheni? Do të thonë njëri po i vendos dhonat në kompjuter, ata dy atje as që e kanë vëmendjen në proces, dhe ky personi tjetër këtu që po ja jep dhonat kryesuesit. Tash kryesuesi mbas dhonave që ja jep potencialisht, që ja jep personi antari që është afër, i vendos dhonat direkt në kompjuter. Por në shumicën e rasteve, kryesuesi nuk përcjellet fare nga 3 antarët e tjerë. E di pse ndodh kjo? Se ata janë bashkë disa ku, dhe krijohet një farë lloj relacioni aty. Ata janë njerëz jemi. Është vërtet. Më mirë besimi. Lokalitet. Fiks, janë të njëjtit vend, plus janë antar të gamatshëm që merren në këtë proces. Nëse ndërprejnë, dalim keq. Do të thonë janë antar që i përsëritën në vazhdimsinë këto procese, edhe njihen me njëri tjetrin. Ky kryesues, nëse e ka pas ndërmend me
shty për para disa kandidat, edhe nëse antari tjetër afër që është, ja citon numrin e saktë që shkruan në flet votim, ky aty i shtyp numrat që i ka me adresë. Për shembull, si po e marrin, unë jam me Visarin më thot numri 8, unë e kam numrin 15, interes me shtu. Ky e thot numrin 8, unë e shtypi 15, ky ma thot numrin tjetër 10, unë e shtypi 17, ma thot numrin tjetër 6, unë e shtypi 9. Po ka njerëz të tjerë që monitorojnë. Po është dhe u thash edhe një herë, aq shumë këta rrin bashk. Ka momente që sipas komisionerëve. Për te grilave janë edhe të tjerë. Po të flas për ngjarjet që kanë ndodhur. Po. Për komisionerëve dhe kryesuesve që kanë. Domethënë ty ta rrëfyçet ata që as nuk ka shtu mendja dikujt. Çfarë krijohet një farë lloj ambienti që dikush as nuk mundet me mendu që deri këto përmasa dikujt mund me shku mendja. Në anën tjetër, dalmi te fotografia tjetër. Fotografia tjetër. Që për shembull Vëzhgusi atje. Vëzhgusi pas një periudhe fotografia tjetër. Që ky Vëzhgusi këtu. Pas një periudhe caktuar ky e ka humbur vëmendjen mos që është kamerët. I ka syt në telefon, atje shkon procesi, vendosen votat, as që e ka idenë që auto ndodh. Është proces i lodh, është proces edhe i lodhshëm, dorën në zemër, dhe krijohet një lloj nëse se këto punohen me dritë ndrime, kështu që aty një farë lloj rehatie, edhe tash, ç'është ndodh kjo? Mos leti ndodh. Dëgjoni, për shembull në Prizren parafeshtesh kanë qenë 6 kryesues të PDK-s, çka i bën kryesues? Prej 4 anëtarëve njëri është kryesori, ai veç ai guxon mi vendos votat. 6 kryesues të LDK-s edhe 6 kryesues të vetvendosjes. Në këtë rast, ai kandidati potencial për deputet nuk ka nevojë më marrë me krejt anëtarët, merret vetëm me ata kryesues. Po. Edhe ata kryesues 6, mjaftojnë me qenë 6 kryesues një subjekti politik që me bën gjithë këtë dallim. A e kemi qartë? Dhe për mos me hi tash tavolinat e numërimit. Jo, po, tash për mos me hi edhe në diçka tjetër duhet me pas shumë kujdes. Mos me laku shumë emra pse. Emrat kandidatëve apo të kandidatëve. Për mos me pas dyshime. Nëse dikush ka qenë te ndihmu njënin kandidat. Shiqoni që shkon logjika, thot, kandidatët e të njëjtës komunë. Ai kandidati që potencialisht për një shpërblim të caktuar, sa ai nuk e ka bëu këto rastësisht, e këto ai nuk është kjo ndonjë farë sekreti. Thot, ki kujdes dhe vëmendje që me shty tutje edhe kandidatët e të njëjtës komunë, që në momentin që dalin rezultatet mos më vrejt shumë diferencë. Por kjo skem nuk është kaq e thjeshtë, është shumë mirë e menduar. Nëse don me ndihmë thot Visarit, që është prej Prizrenit, gjithçysh do të mjaqi do vota dhe Besniku që është për Prizren, se kur të vret diferenca shumë e madhe. Ose një numri X me vërtetuar se Visari gjithë kam reagu, ose unë kam reagu nëse kam diferencë shumë madhe me Visarin që jemi të njëjtës komunë. Edhe që aty vjen mandej dyshimi, se në të kaluamën edhe kur kanë reagu, për shembull profa, edhe kur kanë bërë reagime, kanë kaluar me një farë sportiviteti, sigur hajtë se bëj shumë e madhe, por kur të vren dallimet shumë të vllaja mes kandidatëve të njëjtës komunë, se unë jam i bindur që kandidati i Prizrenit nuk ishte me reagu për Kaçanek. Sa ai nuk e di që shkon procesi sakt në Kaçanek, ose për Prishtinë. Ai më së miri e vren manipulimin në Prizren. E lexon edhe atmosferën çfarë. Në këtë moment, i njëjti rast, dyshimet e mia personale janë që në Prizren skema më lehtë ka mujt me rrjedh prej PDK-s si skemë. Siç e njëjta skemë më lehtë ka mujt me rrjedh në PD prej vetvendosjes. Pse? Ai kemi qartë se në vetvendosje. Vetë se i ka ndritim këtu komuna? Jo ndritim. Po pse? Dëgjoj, normalisht se Prizreni është një komunë me interes shumë më të madh. Jemi të folur me një komunë që ka numër më të madh votuesve, edhe PDK-ja ka si një shtrat elektoral, Prizrenin. Edhe është një vend ku anëtarët i ka gjë të besueshëm, anëtarët e partisë. Edhe këta individ që shkojnë për komisione, vazhdimsi janë njerëz të besueshëm. Ti nuk mundesh me bësh punë me njerëz që beson. Është absurde me i thon dikujt veç pse takon aty, një mama që tjerë. Jo. Janë njerëz familiarizuar për një periudhë gjatë kohore që kontribuojnë parti. Edhe plus janë aktivistë partia. Që kanë dëshmuar vetën se bëhet prova, këta e kanë dëshmuar në të kaluamën. Edhe është shumë më e lehtë, zotëri Paçarizja si kush do tjetër. Por unë nuk besoj që pjesë e skemës janë krejt kandidatët e PDK-s këtu. Kom shumë më dyshje, tash kemi me prit në prokurori. Këtë kandidatët që ju ka laku emri, Kom shumë më dyshje që një numër kandidatëve, për shembull, e kemi pa reagimin edhe të zonjës Luljetas. Domethënë, unë mendoj që disa kandidatë qëllimshëm janë përfshirë në proces, që mi ul dyshimet. Dhe tash kur jemi te 10% të numërimit në PD, fatkeqësisht,
fatkeqësisht, për vetëvendosjen, do të pritet pothuajse e njëjta skemë edhe në Podujev. Në komunat e tjera, në bazë të asaj që e kumë përcjell, ka pak lëvizje në Shtime dhe Kaçanik, pak. Shtime dhe Kaçaniku, është PDK-ja dhe vetëvendosja, me një diferencë dikun 70, 80, 100, nuk ka shumë, sikur të shprehur në këto komunat e tjera, por nëse vota është e vjedhur, nuk ka të bëj këtu me 15, edhe për një votë do të mu dënu. Po ne po supozojmë, besoj që ta profa deri në 10 me lanë një farë, ne po supozojmë që deri në 10 bëhet gabim. Pse? Nuk është vëmendja e plot, ku përqendrimi. Shumë kandidat, shumë vota dhe ai ka thonë numër 5, ky ka thonë numër 8. Deri në 10, logjikisht deri në 10 mundet me u pranu marrja gabimit. Deri në 10. Që rinumërohen edhe jemi okay. Që rinumërohen edhe në rregull është. Po çka del mbi 10? Në kushte normale, personalisht, secili kandidat, i cili ka ma shumë se 10 vota, edhe që vërtetohet nesër, kish me qenë dënimi ma i madh i demokracisë na janë në Kosovë, nëse këta kishin pranu postën e deputetit. Edhe nëse i ka 11 vota, dhe del që ka qenë i përfshin në skemë, është turp dhe është një kthim prapa për neve si vend, dhe një lëndim i madh i sistemit demokratik nëse këta individ do të marrin postën e deputetit. Sepse me të vërtet, edhe për qytetar do t'jetë e vështirë që shme i pata nesër në kuvend, tu dalaj në kuvend dhe tu folë për një projekt leq, për shembull për çmimet avan. Çka pi interesant më këti mi ullë çmimet, si ka interesu kur janë vjellë votat, e pi interesant tash me zvoglu sheqerin e vajin. O këtën, dhe më thonë, është një skemë shumë mirë e mendume, por mas leti kjo skemë organizohet me kryesus, se nuk do me thonë që ka nevoj. E di pse ma letë? Sepse sa ma shumë njerëz që përfshin, Arlen, sa ma shumë njerëz që përfshin, mundësia që me dal në publik edhe me fol dikush, është ma e madhe. Nuk guxojnë këta me infiltru shumë njerëz. Këtu përfshin një grup i vogël i njerëzve, se kur po themi te skema po, jo skemë shumë e madhe.